Cifti Ellit cifti më i bukur dhe më i qëndrueshëm i showbizit, jo se s'ka të tjera, por këta i kemi në vend të parë. Bëhet fjale për një koment të cilin Luizi e thot dhe rrithot në lidhje me Kiarën, por cili është komenti i kohët e fundit. Kiara shfaqet shumë edhe në mbas veshjes make-upit, rimelave dhe për kujdesje të fytyrës me kremra profesional që sipas saj e ndihmojnë lëkurën të dehidratohet dhe të jetë më e butë duke u ndjerë rehat dhe bukur. Por çfarë mendimi ka Luizi dhe komenti që ai bëri do t'ju shkrije se qeshuri? Është pikërisht komenti. Inxeti bën punën e vet dhe kur je në lëvizje je në kontakt me pluhurin dhe tymin që siç e dini në Tiranë e kemi me bollek. Unë në emër të gjithë meshkujve ju them se i shpërlajme shpesh faqet gjatë ditës për t'u pastruar, por edhe për t'u freskuar. Me gjithë këto kremra që ju femrat përdorni, ktheheni në një makinë thithëse pluhuri dhe smokun që është në qarkullim, prandaj me shumë respekt për paraqitjen tonë, sepse ne përdorim ujë dhe sapune, shprehet Luizi. Kjo është një vërejtje që ai e bën Kiares, por njëkohësisht ka dhe një mesazh të fortë që jo gjithmonë gjërat e bukura e estetike të ndikoje për mirë. Përdorni dhe ju të dashura femra ujë me sapun dhe do ta shihni sa mirë do të ndiheni. Kjo metodë është e vjetër nga koha e gjysherëve kur askush nuk e dinte ca ishte make-upi e po luj kohët janë moderne, gjërat ndryshojnë, çdo gjë e bukur dhe e mirë shijohet me kohën. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.